Mirë brama dashur dhe mirë se keni ardhur sonte në këtë trajnim. Jam vërtet shumë e lumtur që jemi sërish bashkë. Mezi pres këto momente kur ne takohemi në këto uh, portalet bukura ku mblidhemi bashkë. Pra mirë se erdhët sonte, dua t'ju mirëpres sinqerisht dhe me zemër që jeni këtu. Dhe ajo që do t'ju lutesha është të jeni prezent. Vetëm prania juaj është e nevojshme. Nuk është e nevojshme, mësoni gjithçka që ne sonte do të ndaj me ju, sepse regjistrimet do t'i keni në vazhdimsi gjatë një viti të tërë përderisa jeni pjesë e masterclass. Jo sepse ju keni shumë kohë dhe doni ta humbisni atë kohë këtu, por këtu nuk humbisni kohë, këtu fitoni jetë. Jo sepse prindërimi është i lehtë, por sepse edhe kur jeni të lodhur, edhe kur dyshoni në veten tuaj, ju zgjidhni të rriteni. Pra, e kemi cekur edhe në trajnime tjera, se ky trajnim nuk është për të qenë një prind perfekt, është për prindër që ndalën edhe e pyesin veten. Si mund të bëj këtë më mirë? Si mund të jem më e qetë? Si mund të mos i përsëris automatikisht modelet që më kanë lënduar mua? Sonte nuk jemi këtu për të gjykuar veten, unë gjithmonë them se gjykimi ose fajsimi i vetes nuk vjen konsiderat për antarët na Empower, por përgjegjësia personale, po. Si mund të mos i përsëris automatikisht modelet që më kanë lënduar mua? Sonte nuk jemi këtu për të gjykuar veten, por jemi këtu për të kuptuar veten. Ky kurs është për momentet kur ndiheni sikur po shpërtheni. Për ngriндjet që nuk doni t'i bëni. Por ata ndodhin, për fajin që vjen më pas. Për të pyetur në heshtje, apo e bëj si duhet. Pra sonte flasim për ato që zakonisht nuk thuhet me z, të lartë në prindërim, flasim për emocionet tona, për lodhjen tonë, për nevojën tonë, për hapësirë, qetësi dhe mbështetje. Ky trajnim nuk ka për qëllim t'ju ndryshoj fëmijët, ka për qëllim t'ju ndryshoj dhe t'ju ndihmoj marrëdhënien me veten. Aty fillon çdo ndryshim i vërtet. Dhe dua t'ju përgëzoj për punën që bëni çdo ditë në zhvillim personal, për librat që lexoni, për pyetjet që i bëni vetes, për guximin për të parë brenda. Edhe kur nuk është as pak e rehatshme. Prindërimi i vetëdijshëm është një akt dashurie, jo vetëm ndaj fëmijëve, por edhe ndaj vetes. Sonte merreni këtë kohë si një frymëmarrje të thellë, si një ndalesë, një kujtesë që nuk jeni vetëm, edhe nuk keni sepse të dini gjithçka. Jeni këtu dhe kjo mjafton pra për të filluar.